Unë dëshmoj për të nderuar atin tim qellor, në profecitë e kaluara Perëndia më thoshte se do të isha përballë bijës së tij të dashur dhe ai do të më jepte bekime të mëdha dhe ashtu ndodhi. Më parë kur njerëzit më flisnin ose më mësonin diçka, ishte shumë e vështirë për mua që të mbaja mend informacionin që më thuej. Dëgjoja, por pak më vonë harroja atë që më thoshin dhe kjo më shqetësonte dhe më bënte të ndihesha keq, sepse gjithmonë më duhej të pyesja përsëri. Por Perëndia në mirësinë e tij më ka shëruar, unë u luta me shumë besim ditën që erdhi motra Maria Luisa, kur bëri lutjen, Zoti ka bërë një mrekulli në jetën time, sepse tani mund të mbaj mend atë që dëgjoj, i kujtoj më mirë gjërat dhe ndjej se kam më shumë kthjellësi mendërisht. Po ashtu më dhembnin shumë këmbët kur rria shumë gjatë në këmbë dhe gjithmonë duhej të ulesha dhe ndjehesha keq sepse unë doja të lëvdoja dhe t'i këndoja Zotit në këmbë. Dhe Perëndia më shëroi, tani mund të rri më shumë kohë në këmbë dhe dëshmoj gjithashtu se unë merrja frym nga goja, lodhesha shumë, gërhisja dhe gjithmonë zgjohesha shumë e lodhur edhe pse flija gjumë, gjithmonë kur flisja ndjeja sikur më mungonte ajri, sikur mbytesha, madje edhe kur ecja. Të hënën, Perëndia më dha një ëndër ku unë të shtia dhe fshija hundët me një shami të bardhë dhe nga hunda më dilnin shumë papastërti dhe pasi i pastrova nuk më dilte më asgjë. Perëndia më ka shëruar sepse tani mund të marr frym nga hunda në mënyrë perfekte, nuk gërhas dhe ndihem më pak e lodhur. Dëshmoj për të nderuar emrin e atin tim qellor. Dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit. Zoti më thoshte në profeci se më të çlironte nëpërmjet pastorit. Dhe kështu pastori më dha një orientim. Dhe nëpërmjet këtij orientimi Zoti më të çliroi nga një depresion që e kisha prej 4 vitesh. Vëllezër, erdhi një moment, një fazë e këtij depresioni ku djalli ishte futur në mendimet e mia në një mënyrë që më bënte të doja të jepja fund jetës. Por Zoti nuk më la vetëm. Djalli gjithmonë gjente një mënyrë për të më marrë jetën, por Zoti në ditën e vijim më jepte një ëndër me motrën Maria Luisa. Djalli vinte sërish me një tjetër mënyrë e Zoti prapë më jepte një ëndër me motrën Maria Luisa. Dhe ju tregoj vëllezër se kështu për një javë të tërë unë shija ëndra çdo ditë me motrën Maria Luisa. Te Zoti e përmbushi premtimin e tij, pas orientimit që mora nga pastori, Zoti më çliroi. Gjithashtu Perëndia më thoshte në profeci se do më jepte një punë ku do fitoja shumë para në atë kohë, ku unë sapo e njihja kishën. Dhe unë kuptoja nga kjo se duhet të jepja të 10-ën, sepse Zoti më thoshte se duhet të më japësh atë që më takon mua. Por kur unë bëja llogarit, shija se ishin shumë para që më duhej të jepja dhe nuk mund të jepja të 10-ën Zotit me zemër. Ishin shumë para. Zoti lejoi të ndodhte një situatë gjatë pandemisë ku nëna ime mbeti pa punë. Aso kohë unë nisa të jepja të 10-ën. Zoti me më pak se 1.000 euro mundsoi që ne të mund të paguanim qeran, të ushqeshim dhe gjithashtu të filloja studimet. Pra që kur filloja të jap të 10-ën më dilni parat për të gjitha shpenzimet dhe i menaxhoja më mirë se sa kur fitoja më shumë para. Gjithashtu dua të ndaj dhe diçka që më surprizoi vëllezër, se një herë gjatë një mësimi që nuk ishte të bënte me dhënien e të 10-ës, pastori në fund u lut për të 10-ën dhe ofertën. Dhe vllai gjithmonë shpjegonte se duhet ta japim të 10-ën dhe ofertën me zemër. Unë atë ditë kuptova se unë po i jepja Zotit si ofertë vetëm qindarkat apo monedhat që më mbeteshin në xhep, dhe nëse nuk kisha, nuk jepja. Dhe kur pastori foli atë ditë, mua më hyri një si frikë në zemër dhe thash Zot, duke filluar që nga ky muaj do të lëmë një janë për ty nga paga ime, për ta dhënë si ofertë, jo vetëm për të 10-ën. Dhe që në momentin që mora atë vendim, Zoti vendoste para në llogarinë time bankare dhe unë i lutesha Zotit pasi kisha frikë për paratë që i vinte në llogarinë time, dhe këtë dëshmoj për nderin dhe lavdinë e tij.